Dalja e prodhimeve bujqësore nga fusha e Korçës ka bërë atë që çmimi i këtyre prodhimeve të jetë më i ulët në treg. Ulja është vërejtur në të gjitha prodhimet bujqësore të Stinës. Kjo sa për atë se sipas tregtarëve ka pasur super prodhim të këtyre produkteve dhe nga ana tjetër edhe fuqia blerëse bie nga dita në ditë. Me një prodhim kaq të madh të domateve, patligjanëve, kumbullave, por edhe kulturave të tjera bujqësore, tregtarët ofrojnë çmime me 3 e më shumë kilogram për 1000 lekë të vjetra. Një formë e tillë shitje edhe për tregtarët ka arritur të josh deri diku blerësit me artikujt bazë, një pjesë të cilëve përdoren nga blerësit për të siguruar zairet e Stinës së dimrit. Gjithnjë sipas tregtarëve, çmimet e prodhimeve bujqësore të Stinës pritet të bien edhe më shumë gjatë këtyre ditëve, duke filluar nga specat, patatet, por edhe artikuj të tjerë të cilët janë prodhimi i fushës së Korçës. Fushë e cila njihet për rendimentet të larta të kulturave të kësaj Stine. Nga drejtoria e bujqësisë bëhet me dije se këtë vit krejt ndryshe nga një vit më parë, është ulur edhe eksportimi i këtyre kulturave, çka ka sjellë që sasia e prodhimit të ketë përfunduar në tregu vendas, treg që ka pothuajse të pamundur për të tërhequr gjithë këtë sasi prodhimi.